Çuna përshëndetje, aty jemi në Struk. Nuk kisha si ndaloja pash një Golf nish GTI. Nuk kisha si ndaloja pa e ndezur pak dhe morën vesh që personi që ka këtë ka një makinë, një Golf që mund të jetë 2-3 maksimumi në gjithë Europën. Javës tjetër, nëse është koha e mirë do vi dhe bëj një video ta ndezëm atë Golfin nish, se ka parë asnjë. Pra, ju që merrni vesh nga Golfin, nëse nuk e gjeni çfarë modeli është ky Golf kaq i veçantë, nuk merrni vesh nga Volkswagen. Shikoni pak disa detaje nga kjo makinë. Atëherë çuna, ky është një Golf nish original GTI. Është i restauruar, pra në mënyrë të këndshme, luktur brenda. Çuna, si ju duket? Është në shitje gjithsesi. Mua më pëlqen shumë. Golfi nish është i bukur, më i bukur se Golfi 2 është veçantë. Por ajo që them, makina që them unë, por javës tjetër do ju habisi. Shikoni pak çfarë panje ka. Mua më pëlqen shumë. Çuna, si duket? Atëherë keni durim për javës tjetër. Dhe të një Golf që vetëm 1% e shqiptarëve e njohin. Vetëm 1% dhe është fabrike. Golf nish është diçka shumë e rrallë. 10 herë më i bukur se kjo. Ju përshëndes gjithëve.